Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Bibla thot se Zoti im është plotësisht i bukur, plotësisht i denj, plotësisht i mrekullueshëm, plotësisht i dashur, plotësisht i shenjtë, plotësisht i fortë dhe i aftë të më bekoj mua, të më shëroj mua dhe të më çliroj mua. Unë besoj në fjalën e Tij. Unë nuk jam ai që të tjerët thonë se jam. Apo rrethanat flasin. Por unë jam ai që Bibla thot që jam. Dhe Bibla thot që unë jam i bekuar, jam i shëruar, jam i çliruar, jam i suksesshëm, jam i aprovuar, jam fitimtar në Jezu Krishtin, dhe se fuqia e Tij banon brenda meje. Në emrin Jezus, unë shpall dhe unë besoj në zemrën time. Dhe ka për të ndodhur, sepse kjo është fjala e Zotit. Amen, haleluja, lavdi Zotit. Sot dua të flas për temën plotësia e Perëndis banon brenda nesh. Një nga gjërat kryesore që kisha duhet i kërkoj Perëndis çdo ditë në lutje është fryma e shenjtë. Luka 11:13 fjala e Zotit thotë: "Aq më tepër ati juaj qellor do t'ju dhuroj frymën e shenjtë atyre që i ja kërkojnë." Ktheuni nga njëri tjetri dhe thoj: "Kërkoj frymën e shenjtë çdo ditë, sepse ai është plotësia e Perëndis që mbush çdo gjë në të gjithë. Dhe Perëndia do ta japi ty." Amen. Fryma e shenjtë i është dhënë kishës nëpërmjet Zotit Jezu Krisht. Ne duhet të jemi këmbgulës në këtë kërkesë. Ai është plotësia e Perëndis dhe njëkohësisht fuqia e përsosmërisë së Perëndis, fuqia transformuese që është brenda nesh. Dhe ai thret brenda nesh: Aba o At. Kur ne pranojmë këtë dëshmi, ne rilindemi, ne bëhemi një krijesë e re. Prandaj sot, nëse ti ke besuar te Jezusi si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, atëre ti je rilindur frymërisht dhe je një krijesë e re. Por ne duhet vazhdojmë marrëdhënien me Zotin. Pse? Sepse ne nuk besojmë në rite, ne nuk besojmë në fe, por ne besojmë në marrëdhënie. Zoti kërkon marrëdhënie. Prandaj ai erdhi në tokë. Jezusi erdhi në tokë që të ishte me ty, të bënte muhabet, të bisedonte me ty, të dëgjonte hallet dhe problemet e tua, por gjithashtu ai dërgoi frymën e shenjtë që ti ta dëgjosh atë. Është shumë e rëndësishme që ne të dëgjojmë Perëndin. Fjala e Zotit thotë te profeti Isaia, dhe profeti shpall një nga zbulesat më të thella rreth veprimit të frymës së shenjtë. Isaia 11, vargje 2 dhe 3. Pastaj, një degës do të dalë nga trungu i Isaias dhe një filiz do të mbi në rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të. Kjo është profeci për Jezu Krishtin, që do të dali një degë dhe një filiz i ri. Por ama, fryma e Zotit do të pushojë. Dhe kur fryma e Zotit pushon, do të thotë që banon. Çfarë tha Jezusi? Unë do t'i iki. Dhe kur t'i iki unë, do vi dikush tjetër. Dhe ai do jetë përjet me ju. Ka të tjerë që thonë që është një profet që gjasme pretendon se ishte ai që Jezusi tha. Por në fakt nuk është e vërtet. Asnjë profet tjetër përveç fryma e shenjtë. Pse? Sepse karakteristika kryesore është do qëndroj përjet me ju. Dhe përjet me ne vetëm fryma e shenjtë ka qëndruar dhe do qëndroj. Dhe ky do të jetë fryma i diturisë, fryma e zgjuarësisë, fryma e këshillës, e fuqisë,
fryma e njohurisë dhe e frikës së Zotit. Dhe unë duhet i kushtojmë vëmendje këtyre fjalëve që thot profeti Isaia. I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën e Zotit. Nuk do të gjykojë nga pamja e jashtme, nuk do të jap vendime sipas fjalëve që thuhen. I dashuri i tij kush është? Është Jezusi, është biri i shtrenjtë i Perëndisë. Dhe ai nuk do të gjykojë nga pamja e jashtme, ne gjykojmë nga pamja e jashtme. Zoti i tha profetit Samuel, mos e shiko shtatin, mos e shiko pamjen, por çfarë? Shikoj zemrën. Dhe çfarë është në zemrën tonë? Vetëm fryma e Zotit e di. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kërkojmë frymën e shenjtë, ashtu si thotë Luka, çdo ditë. Shumë njerëz e kanë mësuar lutjen aty që në shenjtë vetëm te Mateu dhe kërkojnë vetëm bukën e përditshme. Por te buka e përditshme ka të bëjë jeta me Zotin. Ka të bëjë prezenca e frymës së Zotit ditë për ditë të na shoqërojë. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta marrim të mësi. Isaia profetizon për Mesian, për shpëtimtarin, për Jezu Krishtin, të cilin mbi të do të pushonte fryma e Zotit me plotësinë e tij. Jo gjysmë, jo 50%. Ne si njerëz ja japim jetën Zotit 10%, 30%, 50% dhe jo 100%. Por Zoti do që ashtu si ai do të banojë mbi ne, të pushojë në ne 100% dhe ne nga ana tjetër t'ia japim Zotit jetën tonë 100%. Fryma e Zotit, fryma e urtësisë, kuptimit, këshillës, fuqisë, njohurisë dhe frikës së Zotit. Profeti nuk është duke folur këtu për 7 frymra të ndryshme, por për plotësinë dhe për sosmërinë e një fryme të vetme. Ai është personi i Trinisë së Shenjtë dhe është fryma e shenjtë që vepron në të gjitha këto cilësi hyjnore. Ai banon brenda nesh përmes besimit në Jezu Krishtin. Në librin e zbulesës apostulli Gjoni zgjeron këtë zbulesë duke përmendur 7 frymrat e Perëndisë përpara fronit të tij. Dhe kjo është regjistruar zbulesa 1:4. 7 pishtar zjarri që digjen përpara fronit, zbulesa 4:5. Dhe si 7 syt e qengjit që janë dërguar në mbar botën, zbulesa 5:6. Numri 7 në Bibël simbolizon përsosmërinë, jo 7 gjëra të ndryshme. Një gjë po e përsosur, e plot. Plotësinë dhe përmbushjen hyjnore. Prandaj këto vargje nuk përshkruajnë 7 frymra të ndara, por shfaqin një frymë të vetme. Frymën e shenjtë ku? Në mbretërinë e Perëndisë. Dhe kush është mbretëria e Perëndisë? Është kisha e Zotit Jezu Krisht. Jo vetëm që duhet të jemi të vetëdijshëm dhe duhet ta kërkojmë frymën e shenjtë. Her pas here që të mbushemi dhe rimbushemi me frymën e Zotit, se duhet ta kërkojmë gjithmonë, sepse ne jetojmë në një botë të rënë në mëkat. Ne jetojmë në një botë të pistë, ne jetojmë në një botë që jeton me ofendim, me lëndim, dhe Jezusi vetë tha, keni kujdes, mos e trishtoni frymën e Perëndisë. Kur ne jetojmë themi fjalë negative, kur ne shajmë, ofendojmë dhe kur ofendohemi, ne trishtojmë frymën e Zotit. Dhe është shumë jetike dhe emergjente që në atë moment ti të kërkosh e frymësh. Më rimbush. Më mbush plot. Askush nga ne nuk e ka gjithë plotësinë e frymës shenjtë. Atë e kishte vetëm Jezusi. Por fryma e Zotit banon në ne dhe ne do ta lejojmë që ajo të zhvillohet brenda nesh. Ai nuk jep vetëm urtësi. Dhe ai nuk jep urtësi pa fuqi. Ai nuk jep njohuri pa kuptim. As drejtim pa praninë e tij. Ai derdh frymën e tij në plotësi dhe me bollak. Disa thonë, nuk është për mua, po kjo është gabim, sepse atëherë po themi që Zoti e ka kursyer. Zoti derdh pa kursim frymën e shenjtë. Dhe gjithsecili prej nesh mund të mbushet dhe rimbushet.
Ne nëse lexojmë Veprat e Apostujve, në 5 raste thuhet që fryma e shenjtë erdhi mbi ta. Nuk erdhi vetëm ditën e Pentakostit, por vazhdoi të vinte gjithmonë që ata e kërkonin. Fryma e shenjtë është Zoti dhe është themeli i çdo gjëje. Ai është prania e Perëndisë që banon tek besimtari, duke sjell jetë. Ai sjell paqe, ai sjell shenjtëri dhe ai sjell fuqi që ti ta mposhtësh mëkatin. Ne nuk mund ta mundim mëkatin duke folur negativisht për veten tonë dhe gjasme po flasim me përulje. Por ne do ta mundim mëkatin për shkak të marrëdhënies që kemi me frymën e shenjtë. Dhe fryma e Zotit vjen mbi ne, na fuqizon dhe ne mposhtim fuqinë e mëkatit në jetën tonë. Pa praninë e Tij, çdo përpjekje njerëzore mbetet e kufizuar. Prandaj ne kemi nevojë për prezencën e frymës së shenjtë në jetën tonë. Ndërsa me praninë e Tij, e pamundura kthehet në të mundur. Pra nëse ti ke diçka që është e pamundur sot, dorëzoja frymën e shenjtë dhe ai e kthen në të mundur. Fryma e urtësisë na mëson të njohim jetën nga këndvështrimi i Perëndisë. Ne kemi shumë këndvështrime për jetën. Ne mund të kemi një këndvështrim të caktuar për martesën. Mund të kemi një këndvështrim të caktuar se si mund të lidhemi me një djalë apo një vajzë. Por a është ky këndvështrimi i Zotit? Kush na jep këtë? Na jep urtësia e Zotit. Ne mund të kemi një këndvështrim të caktuar për mënyrën se si duhet jetojmë. Por ne kemi nevojë të përulemi dhe të kërkojmë frymën e Zotit dhe përmes fjalës së Tij ai do na zbulojë mënyrën se si ne duhet jetojmë. Ne kemi nevojë për modele. Modelet tona nuk janë ata njerëzit e famshëm se si vishen, futbollistët apo boksierët apo sportet e tjera apo vajzat që merren me modele. Po kush është modeli ynë kryesor është Jezu Krishti dhe ne duhet jetojmë sipas Jezusit. Fryma e shenjtë do të na zbulojë ne si mund të jetojmë ne. Dhe ai na ndihmon të marrim vendime që qëndrojnë në Zotin dhe nderojnë Zotin. Dhe të ecim me maturi edhe me kohë sfidash. Kur kemi kohë prova, situata të vështira, ne tundohemi të reagojmë nga emocionet tona. Ne tundohemi që t'ia shpagojmë të tjerëve që më bëri këtë do t'i bëj atë, sy për sy dhe dhëm për dhëm. Por a është kjo ajo që Jezusi do? Ne duhet jetojmë në standardin e Zotit dhe që të jetojmë standardin e Zotit duhet kemi marrëdhënie me frymën e shenjtë. Ne nuk duhet jetojmë ashtu si shokët apo shoqjet tona na thonë. Mbase për ata mund të thonë që je jashtë mode, punë e madhe. S'duhet ja di. Gjatë kohës që ishim në ngjillëzime, kam pasur dhe ofendime. Ka pasur njerëz që donin të më rrifnin për shkak se unë predikoj Jezusin. Po punë e madhe. Unë do vazhdoj të predikoj Jezusin. Unë do vazhdoj të ecë në rrugën e Zotit, pse? Sepse fuqia e frymës së shenjtë është ai që vepron. Fryma i kuptimit ose zbulesës na hap sytë e zemrës sonë që të kuptojmë fjalën e Perëndisë, që të kuptojmë planet e Tij dhe mënyrën se si ai vepron. Ai na çliron nga çdo konfuzion dhe na udhëheq drejt së vërtetës. Një nga pyetjet shpesh njerëzit është: Zot, cili është plani yt për jetën time? Nëse kesh marrëdhënie me frymën e shenjtë, nuk ke nevojë fare të këshillosh te psikologu. Sepse fryma e Zotit do të këshillojë ty. Dhe ne kemi nevojë të këshillohemi çdo ditë me Zotin. Fryma e këshillës është një drejtim hyjnor në çdo hap të jetës. Kur ne përmballemi me vendime të vështira, kur Perëndia nuk na lë vetëm, por na drejton me urtësi, duke hapur dyert që sipas vullnetit të Tij dukeshin të pamundura. Dhe ai hap shtigje. Ai na ngre nga humbja dhe na çon në fitore. Dhe aty flitet edhe për frymën e fuqisë. Fryma e fuqisë, frymës së shenjtë, na jep aftësi të bëjmë atë që nuk mund të arrijmë dot me forcën tonë. Fuqia e frymës brenda nesh na ndihmon të mposhtim tudimin
të qëndrojmë të palëkundur në besim, të shërbejmë me guxim dhe të qëndrojmë në Krishtin pa frikë, të dëshmojmë ungjillin e tij, pa turp. Fryma e njohurisë na çon në një marrëdhënie gjithnjë më të thellë me Perëndin. Nuk është vetëm një njohuri mendore, por njohje personale në frymën tonë të atij që ne na ka thirrur. Ti e di kujt i përket. Ti e di që je fëmijë i Perëndis, ti e di që je bir ose bijë i Perëndis, dhe kur ti ke pranuar Jezusin, ai ka vendosur mbi ty kurorën e princit ose të princeshës. Nëse nuk të ka trajtuar ndonjëherë dikush si bir o bi, nëse nuk të ka trajtuar si princ apo si princeshë gjatë jetës, Zoti po mund ta bëjë. Por ama ne kemi nevojë për këtë kuptim frymor në jetën tonë. Sa më shumë ne njohim Perëndin, aq më shumë ne transformohemi në ngjashmëria e Krishtit. Ajo që Pali tha te Romakët 12:2, transformohuni në njohurinë e Krishtit, jo në modelin e kësaj bote. Dhe ne kemi nevojë që ditë për ditë të transformohemi. Shiko, gjysma e jetës së një njeriu deri 26, 27, 28 shkon duke mësuar gjëra të reja. Gjysma tjetër duhet të fillojë të rregullojë gjërat që ka mësuar, se mbase ka mësuar gjëra të gabuara. Për ne të krishterët, deri në momentin që pranuam Krishtin, kemi mësuar gjëra. Por nga ky moment që ti ke pranuar Krishtin, ti duhet të përballesh me pasqyrën e fjalës së Perëndis dhe duhet të fiksosh, të rregullosh gjërat që ke mësuar gabim dhe ti mësosh në mënyrën e drejtë. Dhe fryma e Zotit do t'japi ty zbulesë që të kuptosh Biblën. Kur ne studiojmë Biblën, një nga rregullat është kërkoj që fryma e shenjtë të zbuloj fjalën e Perëndis. Sepse Jezusi tha, kur unë ti iki, ai do qëndroj me ju, dhe kur ai do qëndroj me ju, do t'ju shpjegoj këtë që ju thash unë. Pietri, Gjoni nuk i kuptuan shumë mirë gjërat, po kur fryma e shenjtë erdhi, atëherë ata u transformuan në lavdia e Zotit. Dhe pastaj tu thuhet frika e Zotit. Frika e Zotit është kurora e të gjitha këtyre mësimeve. Nuk është frikë nga dëshkimi, nuk është frikë o Zoti do iki me vrap. Jo, ka të bëj me droje. Ka të bëj me një nderim të thellë, me një respekt të dashurisë së shenjtë. Dhe ky është një respekt i madh për Perëndin, për atë që ai ka bërë për ty. Kur ti shikon veprat e tij, kur ti shikon atë që Krishti bëri për ty, atëherë ti ke një respekt dhe thua, unë do t'i bindem për shkak të kësaj. Është zemra ime që dëshiron të kënaq Atin në çdo gjë dhe që vendos vullnetin e tij mbi çdo dëshirë personale. Pra vullneti i Zotit është mbi çdo dëshirë personale. Pamja e 7 pishtarëve të zjarrit para fronit na kujton se fryma e shenjtë është një zjarr që konsumon dhe pastron çdo të ligë brenda dhe jashtë nesh. Pra Perëndia na pastron nga mëkati, Perëndia merret me shpirtin ton, me emocionet tona, me mendimet tona, me ndjenjat tona. Ato nuk na drejtojnë më ne, por jemi ne që marrim autoritetin në Krishtin Jezus dhe pastaj Perëndia merret edhe me trupin ton. Perëndia na shëron, Perëndia na bekon. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë dhe të lejojmë që prezenca e Zotit të na fuqizojë. Ai na ndriçon dhe na fuqizon. Dhe ndërsa ne jemi duke i shërbyer atij, fryma e shenjtë ndez pasionin për ta njohur Zotin dhe për të shërbyer atij. Ne nuk mund të shërbejmë Zotit pa pasion. Ne do të kuptojmë që jemi krijuar nga një Zot i zjarrt, pasionant. Zoti është pasionant në dashuri ndaj teje dhe ndaj meje. Ti dhe unë nuk mund të qëndrojmë akull ndaj Zotit. Ne duhet i përgjigjemi dashurisë së Zotit. Dhe këtë gjë e bën frika e Zotit brenda nesh. Ndërsa 7 sytë e qengjit tregojnë
se asgjë nuk I shpëton shikimit të Krishtit. Ai sheh me përsosmëri, me imtësi, thellë brenda nesh. Ai sheh mendimet, gjykon dëshirat, që në momentin që ato lindin në zemrën tonë dhe thotë Hebrej 4:12. Në Europë pati një rizgjim në mesjet. Pse? Sepse predikusët thanë, kur ti punon, bëje mirë, bëje si për Zotin. Qa ishte? Mos e ngri tapetin edhe fute pluhurin aty. Pse? Pronari nuk të shikon, po Zoti të shikon. Shpesh herë ne kështu jetojmë. Ne mendojmë që po mbulojmë me tapet gjërat në jetën tonë. Ti mund t'ja mbulosh Zotit, mund t'ja mbulosh njerëzve që kjerët e qartë, por nuk ja mbulon dot Zotit. Prandaj ne duhet që të kuptojmë që Zoti na shikon kudo që jemi. Dhe e gjykon çfarë? Dëshirat dhe mendimet e zemrave tona. Zoti nuk merret me fjalët tona, por ai dëshiron më shumë të merret me zemrat tona. Kur ne flasim për frymën e shenjtë, duhet kuptojmë se tek veprat e apostujve, ai është quajtur dora e Zotit. Dhe aty thuhet dora e Zotit ishte me ta. Dhe shëronte, çlironte, konvertonte njerëzit. Kjo dorë tashmë është shtrirë drejt teje. Që në momentin që Jezusi është ringjallur prej së vdekurit, dora e Zotit është e shtrirë dhe ka 2000 vjet që është shtrirë njerëzimit. Po sfit, kur një pastor predikon, është dora e Zotit që po të flet. Dhe shtritur drejt teje. Kur një vlla lutet, kur dikush ungjillizon, është dora e Zotit. Dhe kur ti I flet të tjerëve për Jezusin, ti po I zgjat dorën e Zotit. Tani pyetja është këtu, nëse ti nuk ungjillizon, nëse nuk lutesh për të tjerët, a ja ke shtritur ti dorën e Zotit njerëzve apo jo? Dhe kjo është përgjegjësia që ne kemi. Ne mbajmë vdekjen dhe jetën në dorën tonë. Kur ti flet njerëzve për Jezusin, ti po I jep jetë. Kur ti nuk flet, po I lë ata të shkojnë në vdekje. Dhe Zoti do na kërkojë llogari. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet të lutemi dhe të flasim të tjerëve për Jezusin. Ti nuk je I humbur. Gabimet e tua nuk e kanë anuluar planin dhe bekimin e Zotit. Çdo të keqin që ne mund të bëjmë nuk e anashkalon dashurinë e Zotit. Prandaj në çdo lloj faze të jetës që ti ndodhesh, duhet kuptosh se problemet nuk e kanë ndaluar Zotin të dojë ty. Gjithçka që ti je duke kaluar është duke I shërbyer planit të madh të Zotit. Prandaj, ndalo së luftuari me forcat e tua. Lejo Zotin të veprojë. Pra kur ne kërkojmë frymën e shenjtë, çfarë po bëjmë? Ne po bëjmë që ai të vi të veprojë dhe të marrë timonin e jetës tonë. Dhe të na drejtojë në rrugën tonë. Kur ne bëjmë të gjë, Zoti urdhëron hapat tona. Ai drejton. Thirrja e tij në jetën tënde nuk ka ndryshuar. Rruga mund të mos jetë ajo që ti ke prisur. Por prap do të arrish në destinacion, sepse ai ka vullnetin e tij për jetën tënde. Dhe do të jetë më mirë nga sa ti e ke imagjinuar dhe nga sa ti e ke kërkuar. Prandaj mos u dorëzo. Për shkak të asaj që ti nuk e kupton. Ndonjëherë ne nuk e kuptojmë vullnetin e Zotit në jetën tonë. Por mos u dorëzo. Çfarë do të bësh? Kërko frymën e shenjtë. Dhe ai do të ta zbulojë. Shumë lutje nuk marrin përgjigje thjesht sepse ato nuk kërkohen. Shumë njerëz ngatrojnë frikën e Zotit me drojen e Zotit. Të kesh drojen e Zotit, të kesh respektin e Zotit, do të thotë që ti shkon me guxim. Ti e njeh kush është Ati yt dhe ti I kërkon atij lutje që ai të plotësojë ëndrat e tua. Që ai të sjellë bekime në jetën tënde. Kërkoj Zotit bekime të mëdha. Hebrej 11:6 thotë që
pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij. Pse? Ti shkon me besim, me guxim, dhe Zoti fillon dhe vepron. Zoti ka diçka të mrekullueshme, diçka të madhe për të jetën tënde, por a je duke ti imagjinuar? Nëse nuk je duke imagjinuar bekimet e Zotit në jetën tënde, atëherë ke një problem. Jeto me frymën e Shenjtë. Kërkoj që fryma e Zotit të transformojë mendimet e tua. Kërkoj, lexo Biblën dhe kërko Zotin. Dy gjëra. Lexo Biblën dhe ki marrëdhënie me frymën e Shenjtë. Zoti thot, unë krijova universin, hodha yjet në hapësirë, ndalla detin e kuq, hapa sytë të verbërve, solla njerëz të vdekur përsëri në jetë. Dhe a nuk jam unë i aftë që të ndryshoj jetën tënde? A ka diçka të vështirë për Zotin? Nuk ka diçka të vështirë për Zotin. Kur të vini tek unë, kërkoni gjëra të mëdha. Duke ditur se unë jam i Zot i madh, kërkoni për ëndrat tuaja, kërkoni që unë t'ju nxjerr nga borxhet. Nëse ti ke borxhe, unë kam pasur shumë borxhe. 15 vite, 20 vite përpara. Zoti më nxori. Ja kërkova dhe ai e bëri. Dhe ai mund ta bëj për çdo. Kërkoni që ai të shfaqet në jetën tuaj. Provat, situatat e vështira që ndoshta jetë duke kaluar, mund të jenë një trampolino për të çuar ty më lart. Kini në mend Mojsiu. Mojsiu, ne dim vetëm atë që hapi detin me shkop. Por ama duhet kujtojmë kur ai ishte foshnjë, u nda nga nëna e tij. Dhe pastaj u lëshua në mes të një lumi plot me kafshë e egra. Ato mund ta gëlltisnin, mund ta hanin, dhe ndoshta edhe te shporta që ishte thurur me xumsh mund të hynte ujë. Por nëna e tij ishte mbështjellë me bitum. Bitumi nuk ishte thjesht ndalesa. Ndalesa ishte dora e Zotit. Ishte dora e Zotit që e çoi shportën e Mojsiut deri te familja faraonit dhe ju bë një princ. Pse? Sepse Zoti donte ta përdoronte. Unë nuk e di në cilën fazë të lumit je ti të jetës. Por unë di një gjë, që dora e Zotit është me ty. Dhe dora e Zotit të mbështjell. Jo vetëm që të mbështjell, por të shtyp përpara. Prandaj nëse fryma e Zotit është duke të shtyr përpara, mos ki frikë. Mos u përqendro tek gjarprin që mund të hasësh gjatë rrugës, as nga krokodilat, por përqendrohu te Zoti. Besoj atij. Ai ka premtuar se qëllimi i tij në jetën tënde do të mbizotërojë dhe do të ndodhi. Kërkoj atit të zbresi vullnetin e tij nga qielli. Mësoj të gjë. Jezusi tha, çfarë do të kërkojmë ne? Ati ynë që je në qiell, le të vi nga qielli në tokë. U shenjtëroft emri yt. Ardh mbretëria jote. Dhe tashmë mbretëria e tij ka ardhur në tokë. Ti dhe unë jemi pjesë të mbretërisë së Perëndis. Zoti na ka dhënë plotësinë e tij të banojë në ne. Zoti ka dhënë frymën e Shenjtë të banojë në kishën e tij. Zoti ka dhënë fuqinë e ringjalljes, atë fuqi që ringjalli Krishtin prej së vdekurish, që të banojë në kishën e tij. Dhe gjithashtu Zoti thotë që unë do të rris dhe do të forcoj ty në njeriu tënd të brendshëm. Ti do të jesh ai që do marrësh fitore. Prandaj shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë të gjë. Le të lutemi, le të çohemi. Le të kërkojmë atit frymën e Shenjtë. Më shumë. Atë Perëndinë e vim përpara teje dhe të falenderojmë për dashurinë tënde, Zot. Falenderojmë, Zot, që ti je plotësisht i mrekullueshëm, Zot. I mirë, ti je plotësisht i dashur. Ti je plotësisht i aftë, Zot.
që në çdo fazë të lumit të jetës ku ne ndodhemi, ti ta kthesh të një lum, si lumi i Ezekielit. Dhe Zot, ne kërkojmë më shumë nga fryma e shenjtë. Eja frymë e shenjtë. Të erdhe shiun tënd me bollëk në jetën tonë. Zot, plotso ëndrat tona, Zot. Zot, unë lutem, Zot, që ne do kemi guxim të kërkojmë favorin tënd, Zot, të kërkojmë hirin tënd, Zot. Unë lutem sot Perëndia që ti do derdhësh fuqinë e frymës shenjtë më shumë në jetën tonë për të mposhtur mëkatin, Zot. Dhe unë falenderoj, Zot, për 7 sytë e qengjit që shikojnë çdo gjë, Zot. Falenderoj, Zot, për 7 flakët e zjarrit, Zot, që djegin dhe konsumojnë çdo gjë të keqe, Zot. Frymë e shenjtë, eja dhe digj gjithçka të keqe brenda nesh, Zot. Zot, ne duam të rritemi në njohurinë tënde, Zot, ne duam të rritemi në Krishtin Jezus. Ne duam të njohim thellësinë, lartësinë, gjatësinë dhe gjerësinë tënde, Zot. Na forcon në njeriu tonë të brendshëm, Zot. Në emrin e Jezus. Amen.